Jo njerëz të dashur, përshëndetje. Atëherë më kisha marrë malli, kisha 2 ditë që nuk i jam video, gatimi, edhe ja ku jemi sërish, tu ka ngrirë gjysmë qepe, e kam hedhur për të skuqur në digan, si që shikoni, me pak vaj ulliri. Edhe këtu kam marrë 2 feta peshë spada, i thënë këtu janë në Itali. Ja, si që shikoni, do t'i pres në kubetit vegjël, këtu do skuq edhe pak fare qepën, dhe gazin e kam ullu që qepat kuqe shavash, dhe në të njëjtën kohë pres edhe peshkun, si që thash, në kubetit vegjël. Vendosim peshkun bashkë me qepën, unë e përdora që të gjithë. Ishte aty rreth 250 gram peshk, 300 gram një gjë e tillë. E skuqim bashkë me qepën, pasi ti e skuqur pak fare peshku, e kemi hedhur dhe verë të bardhë, pasi të avulloj dhe vera, i kemi shtuar domatet, i kam prerë pak domate, edhe i lem që të çojnë atë lengun e vetë. Edhe ja ku janë gati, unë i kam shtuar dhe gjysmë luge Philadelphia, nuk e kam bërë video, në harrova, por ja u them. Tu kam hedhur ujin për makaronat, i shtoj kripën, edhe e lem që të zjej. Edhe kështu me radhë, ju gratë çfarë bëhet sot për drek, na i thoni në për komente. Këtu ishte gati, po zjende, i kam shtuar makaronat, si që shikoni, dhe këtuja i kam ngrirë pak borzilok të freskët, dhe përbersi që kam përgatitur për makaronat, në kohën që zjende ujë, bashkë me makaronat. Sot bleva borzilok të freskët, edhe do t'a mbaj aty të balkoni, plus bleva dhe borzilok tjetër që do t'a mbill tek toka, se unë përgatis pesto me vazo dhe e bëj gati dhe për në dimër, ke parasysh e mbaj në ngrirje. Edhe kur duan fëmijët e përdorin, dhe këtë borzilokun që mora për në shtëpi, do t'a pres, sa e që të rritet, i marrgjethet. Atëre këtu shtojmë makaronat tek peshku, domatet, qepën që kemi përgatitur bashkë, të gjitha. I kam shtuar pak nga lengu i makaronave. Edhe i përziejmë që të gjitha bashkë. Edhe i ndajmë në përpjata. Kjo ishte dreka jonë për sot, të njerëz të dashur. Bera diçka të shpejt dhe të thjeshtë, se unë do iki tek Baçe tani me burrin, se kemi për të mbjellë disa gjëra, domate, speska, partigjan e tjera. Edhe për darkë do bëjmë diçka të mirë, edhe do përgatis 2 gjëra të mira, se nesër kemi fest. Nuk e them nesër, do t'ja u them, edhe kështu ju bëft mirë dreka dhe juve, dhe kjo ishte dreka jonë. Më ndiqni nëse keni